Do të flasim për situatën në Kosovë, më saktë një incident që ndodhi ditën e djeshme në Skënderaj, ku u përfshi Sami Lushtaku, i akuzuar nga lëvizja vetëvendosje për goditjen e kryetarit të degët të kësaj njësie, një herë zëvendësministit, Hysni Mehani, të cilin unë e kam të ftuar dhe e falenderoj shumë. Zoti Mehani, përshëndetje dhe faleminderit. Së pari të shkuara edhe uroj të mbyllet me kaq dhe pa probleme kjo situatë që nisi dje. Zoti Mehani, çfarë mund të themi edhe për publikun këtej Drinit, pasi shqetësimi ka kaluar edhe këtej situatës, e cila është pasqyruar në media, pasi deri tani është mësuar që Kosova zhvillonte zgjedhje më të qeta, pa incidente dhe pa tensione, ndërkohë që kriza politike duket sikur i ka sjell edhe këtë situatë që shpërtheu dje në Skënderaj. Po, më besoj që më shumë se le të themi rreth çështjeve të zgjedhjeve, që ka të bëjë më shumë me angazhimin si këshilltar komunal dhe si zëvendësministër, pra ka të bëjë me punën time dhe me procesin elektoral, edhe pse zoti Lushtaku konsideroj që i ka shfrytzuar këtë moment pak me fillon lloj fushate, që nuk është dashur, po kështu hatën mbetjen e ka me punën time edhe me punët e tij të jo të duhur, le të themi që unë për janë zgjedhjen e publike dhe për janë prokurorinë, ndërkohë që edhe momentin pak e ka shfrytzuar në kontekstin elektoral për çka ju keni drejtë, edhe që është diçka që nuk na duhet. Zoti Mehani, sipas Lushtakut, ju e keni provokuar vazhdimisht, duke thënë Sami Serbia, po mund na thoni diçka më shumë dje si ndodhi konkretisht? E para nuk e kam provokuar zotin Lushtaku vazhdimisht, unë jam këshilltar komunal dhe aty është vendi foltorja për më folë dhe me ngritë shqetësimet, në gjuhë jam mjaft i le të themi i moderuar, nuk njihem për një gjuhë vulgare. Kjo termi Sami Serbia ka qenë ironi, sarkazëm me akuzat që opozita dhe vetë zoti Lushtaku ja bënte qeverisë kurti se kur po mbyllte strukturat paralele në veri, po na prishte në Amerikën, ndërkohë që vetë zoti Lushtaku pas 5 vjetë përfundoi të i mbyllë dy, le të themi, ambulanca të struktura paralele të Serbisë, dhe ndërkohë që me ironi them i përgjigjem me të njëjtin diskurs, që zoti Lushtaku dhe opozita i referoi zotit Kurti, pra është një ironi dhe asnjëherë nuk ka pasur diçka më shumë. Zoti Mehani, dje u parapri goditja pra nga një debat verbal apo ishte e momentit? Jo, ishte krejt e papritur me kopin në kafe me disa aktivistë dhe krejt papritur vjen zoti Lushtaku pa asnjë paralajmërim teksa unë isha ulur dhe ajo krejt që ka mujt me bën me lëviz kokën atë mënyrë që zoti Lushtaku më godit në këtë pjesën këtu. Por kam qenë ullur, asë në komunikim në ka orë direkt në ka goditur. Kemi qenë bashkë me sekretarin të qendrës edhe me tri gra aktiviste, tash imagjinoje edhe në traditat patriarkale që funksionon zoti Lushtaku, zakonisht kur jemi gra nuk sulmohet, sepse përjetimit për të dhunë mësimi fizike, dhuna atyre fizike ka qenë shumë rëndë, plus që kjo tash mashton në mua shqetësimin sepse unë edhe jetoj në Skënderaj, kam familjen këtu rreth fëmijët dhe normalisht do të duhet me dalë në ambientin publik. Zoti Mehani, po goditjen e kishte me grusht, me celular, sepse pam një ambient nga një video që doli pas, ishte në karrike, tavolina të përmbysura aty. Goditja e parë, sepse zoti Lushtaku ka ardhur me qëllimin me më shkaktu plan, dhe goditja e parë ka qenë me telefon që me qaftu, me preket pjesën. Tani goditje tjera nuk ka mund edhe me, le të themi, me i pa për shkak se instinkti vetrujtjes me gjastë rengën mas parit të sytë dhe ka qenë të nëkullë në ndojtë ftyrën për shkak se kështu me gjasë funksionon instinkti njeriut në ndrojtë. Ishte persona të tjerë që e shoqëronin apo ishte vetëm? Zoti Lushtaku zakonisht në Skënderaj dhe është një shtet shumë i vogël që nuk shkon pa 2-3 proje deri në 4. Pra, kështu që janë të projet e tina që zakonisht janë edhe kështu të mirëmbajtur që e mbajnë, le të themi, atë dhunën dhe qeverisin me dhunën në Skënderaj. Kush e ka lexuar filmin e kaflet të Orwellit, e kupton edhe ata të plurit e Sami Lushtakut funksionin tyre. Nëse do ju dëgjonte tani, do kishit diçka për t'i thënë? Jo, nuk kam asgjë për t'i thënë. Sami Lushtaku nuk ka fituar në këtë që e ka bërë. Në zotin Lushtaku unë komunikoj në mënyrë institucionale dhe betejja ose le të themi angazhimi politik nuk ndalet asnjëherë.
Mendoni që drejtësia po e bën punën në këtë rast me të? Nuk më përket mua ta gjykoj drejtësinë, organet kompetente që e bëjnë vlerësimin e drejtësisë. Unë respektoj shtetin e Kosovës dhe është gjë e mëshmuar dhe nuk mund të them asnjë fjalë tjetër sepse është një shtet që e kemi fituar me shumë sakrificë, me shumë gjak. Unë kam qenë i ri atëherë, por në luftë, por një shumë shoqatar të mi që ende pa i rrahur brisk fytyrës ka marrë plomin edhe në këtë. Si mendoni që organizata e veteranëve të UÇK-s i dolin mbrojtje? Negociati ka marrë për 19 pagë në shkollën Ahmet Delia në Skënderaj, pa shku kur në vend të punës. Pra, zot Ovelo UÇK po ja kthen shërbimin sa në luftakët për punën që për pagën që e merr pa shku kur në vend të punës. Ka që komentoj, zoti Gucati veç vlerat të luftës nuk përfaqëson, ai përfaqëson vlerat e zhvatjes se edhe ato nuk rrezik fëmijë. Po forcat speciale mbrëm në Skënderaj, mendoni që ishin një zhvillim pozitiv apo e agravonte situatën? Prap, ashtu siç e thash edhe për drejtësinë dhe për forcat speciale, nuk më takon me të diskutuar, një më lut shumë që mos më ndodh asnjë incident tjetër, fatmirësisht që nuk ka ndodhur asnjë incident tjetër, sepse nuk dua që për çështën të mia të ketë qoftë më për çështën time, për trupin tim le të themi, të ketë as më vogël incident. Sigurisht ajo që më shqetëson nuk është le të themi sulmi fizik ndaj meje, por është sulmi që i bëhet demokracisë dhe vlerave. Edhe diçka të fundit keni komunikuar me kryeministrin për këtë pas situatës që ndodhi? Në kryeministrin me ministrat ne marrim komunikime, por në këtë rast nuk e vëm dyshim sepse ju jeni pjesë e një të forcë politike, aq më tepër dhe tani komunikimet janë intensive se është dhe fushata, por për rastin konkret çfarë ju ka thënë? Nuk kemi kontaktuar direkt për rastin konkret, kemi kontaktuar me persona të tjerë. Zoti Albin Kurti është një prej njerëzve më të përmbajtur edhe që ka kontribu shumë zhvillimit të demokracisë në Skënderaj dhe ajo është intelektual në kuptimin e plotë të fjalës, sigurisht që e bën më të mirë në mundshme. Pra, ju tha që Kurti është i përmbajtur, nuk besoni që do ndikojë kjo çështje edhe në fushat në vazhdim për zgjedhjet e 7 qershorit? Besoj që nuk më takon mua me dhënë të konkluzione. Besoj që kushdo që beson në shtetin e vlerave demokratike evropiane do duhet me dënuar oftin të përjashtuar këtë rast të individin ose në përveçëm duhet më mirë me një tim në oftë. Zoti Hani, unë falenderoj shumë për bisedën dhe për kohën që gjetët për të u shprehur edhe për shqiptarët këtej drinit për këtë situatë, për ta shqetësuar pas atij agravimi që ndodhi ditën e djeshme dhe uroj që të mbyllet me kaq. Të falenderoj shumë. Përshëndetje edhe të fala për shqiptarët gjithëndër. Faleminderit.